Qyteti i Pukës hapi zyrtarisht sezonin turistik dhe njëkohësisht festoi ditën e kulturës pukiane që kremtohet çdo 9 qershor. Kjo ditë me aktivitete të ndryshme në Pukë shpalosi vlerat artistike dhe kulturore të trashëgimisë së këtij qyteti. Ajo që Bashkia e Pukës synon është turizmi gjithëvjetor, të zëvendës kryebashkia Kuferit Ringaj. Puka në vetë ka një turizëm gjithëvjetor dhe ne shpresojmë që këtë turizëm gjithëvjetor ta promovojmë sa më shumë, por na duhet përkraja dhe ndihma institucionale e të gjithë aktorëve. Radh parë, ne po bëjmë gjithçka që është e mundur për të promovuar këto resurse, për të vënë në jetë ato që vetë natyra dhe Zoti na ka falë në bukuritë e Pukës dhe për të gjallëruar jetën e këtyre banorëve në qytetin tonë. Ishte një risi e veçantë ky sezon me gjithë ato detaje që në përgatit për një sezon turistik dhe jam i bindur që edhe me rrjetin e bujtinave dhe por edhe me ato çfarë vetë Puka ofron, zipline që është në atraksionet më të bukura turistike me një gjatësi 1.2 kilometër në më të mëdhenj në Ballkan. Drejtoresha e turizmit në Bashkinë Pukë, Dhuratë Risto, u shpreh se paketa e maleve është një mundësi shumë e mirë për të investuar në atë zonë. Ligji për paketën e maleve është një ligj i rëndësishëm, e mendoj, dhe një ide shumë e mirë që tërë ata të rinj që kanë ikur, kanë emigruar, por edhe biznesmen të tjerë të vinë, të investojnë, sepse rigjallërojmë jetën e këtij vendi dhe Puka bëhet e bukur siç është. Në ditën kulturore pukiane dhe hapjen e sezonit turistik u promovuan disa botime libresh të autorëve të ndryshëm, ndërsa vjoi me një panajir ushqimesh dhe veshjesh tradicionale e aktivitete argëtuese për banorët.